Në tregun shqiptar të sigurimeve është ngritur shqetësimi se nuk ka konkurrencë të pastër. Të gjitha kompanitë ofrojnë të njëjtin çmim për sigurimin e detyrueshëm të makinave, çka ka ngritur dyshime për një marrëveshje të heshtur mes aktorëve të tregut. Komisioni i Ekonomisë ka kërkuar hetim të thelluar mbi këtë situatë, ndërsa pranon se nuk ka ende një përfundim zyrtar. 70% të ardhurave të këtij tregu vijnë nga sigurimi detyrueshëm, shumë më lartë se mesatarja rajonale prej 30-40%. Kjo tregon një varësi të lartë dhe një treg të mbyllur, ku konsumatori nuk ka një alternativë reale. Ndërkohë, rezoluta e fundit ka kërkuar rishikimin e rregullores aktuale, pasi sistemi i ri i çmimeve anon më shumë nga penalizimi sesa nga shpërblimi, duke rrezikuar rritje të padrejta dhe artificiale të tarifave. Ky fenomen krijon jo vetëm mosbesim tek qytetarët, por edhe një treg jo të shëndetshëm, ku mungon konkurrenca reale. Kur çmimi është identik kudo, konsumatori nuk ka mundësi zgjedhjeje dhe ndëshkohet pa të drejtë. Drejtuesit e mjeteve shprehen jashtëkamere: kemi të bëjmë me marrëveshje të fshehtë mes kompanive apo me një sistem që favorizon interesat e tyre dhe jo të qytetarëve. Autoritetet kanë përgjegjësinë të garantojnë transparencë dhe treg të lirë, ku çdo kompani ka të drejtë të konkurrojë në bazën e shërbimit dhe jo të çmimeve të fiksuara.